e halleve të tyre. Një shoqëri si kjo e jona, të dashur vëllezër e motra, që ka hequr dënimin me vdekje në emër të drejtave të njeriut, e godet me ligj jetën e njeriut pikërisht në fillimin dhe fundin e saj, përmes abortit dhe eutanazis. A ka një absurditet më të madh se sa ky? Por sot, unë kam ardhur të sjell lajmin e mirë, pasi nuk duhet lejojmë askënd që të na e vjedh gëzimin, sepse gëzimi vjen prej Zotit, dhe ne e dimë se kush ka fituar. Kam ardhur të sjell lajmin e mirë, që njeriu është thirrur në ekzistencë për një plotësi jete, që shkon përtepër masave të ekzistencës së vet toksore, për një pjesëmarrje të amshuar në vetë jetën e Zotit, krijuesit ton. Dhe betejë e brezit ton është kjo, se sot fillon dhe vazhdon deri në fund, derisa të mbrim, të mbrojmë si duhet fëmijët tanë e familjet tona. Betejë jonë është rikthimi i kulturës së jetës, duke kundërshtuar çdo lloj ideologjie që e cënon jetën dhe dinjitetin njerëzor në çfarëdo lloj mënyre apo forme. Ne duam një kulturë jete që e mbron fëmijën para se të lindë dhe të moshuarin para se të vdes. Pra që e mbron njeriu që nga ngjizja e deri në vdekjen natyrore. Duam një kulturë jete që respekton familjen e përbërë nga babai, nëna dhe fëmijët. Duam një kulturë jete që duke i mbrojtur fëmijët nga ideologjitë helmuese, që ja titërsojnë kuptimin për vetveten, e ruan të paprekur dhe të pandarë tërësinë e tyre trupore, shpirtërore dhe mendore. Një kulturë jete që respekton të drejtën e fëmijës për të rritur me baba dhe nën. Një kulturë jete që e sheh njeriu si qenie me vlerë dhe me një qëllim për të arritur. Prandaj si shoqëri dhe si shtet bashk, i ftoj këtu dhe politikanët që janë këtu të pranishëm. Duhet të angazhoheni për të krijuar politika në dobi të njeriut, familjes dhe fëmijëve në mënyrë që të rinjtë tanë të mos kenë më frikë, të ndërtojnë familje, apo të ikin në dhe të huaj për një jetë më të mirë për fëmijët e tyre. Ne duam që të rinjtë tanë të kenë fëmijë pa u tremur nga qiraja e lartë, nga puna apo nga vështirësitë e jetës. Të mos e flijojnë fëmijën për karrierën, duke abortuar atë, gjë që ka pasoja të rënda për shëndetin e tyre fizik, shpirtëror dhe mendor. E gjithashtu, ajo që është më e rëndësishme, të mos e flijojnë kohën e vetë të çmueshme me fëmijët apo prindrit e tyre për orët e gjata të punëve pa fund. E kjo kulturë e jetës nis në familje. Aty fëmia mbruhet me dashurinë për të vërtetën, për vlerat dhe moralin. Autoriteti si prori të cilit është vetë Zoti. Prej tij burojnë detyra dhe përgjegjësia jon për ta mbrojtur dhe për ta çuar jetën tek brezat në vazhdim, për të siguruar krijimin e familjeve të shëndosha, ku babai dhe nëna i rrisin fëmijët e tyre të lirë dhe të liruar nga indoktrinimet ideologjike që e kundërshtojnë jetën. Të qëndrojmë pra të gjithë të bashkuar, sot kaq sa jemi dhe nesër më të shumt, për të sotmen, për të ardhmen që duam të ndërtojmë, për një shoqëri ku e vërteta nuk përndiqet por mbështetet, ku familja respektohet dhe ku jeta mbrohet me dinjitet. Në mbyllje, dua të sjell në vëmendjen e të gjithëve, ne këtu të pranishëm diçka të rëndësishme. Bota, që duket sikur po na mbyt, ka një autoritet anonim. Ata fshihen gjithmonë mbas përemrit vetor, ata, që është një përemër i panjohur. Kjo botë na fton që të veprojmë për asaj çka thonë të tjerat. Jemi mësuar të dëgjojmë se ata thonë që duhet bërë kjo apo ajo, se duhet ndjekur kjo modë apo ajo modë, se duhet miratuar ky ligj se s'na pranojnë në BE apo gjëra të tjera. Por, edhe tjetra, ta bëjmë se po e bëjnë të gjithë. Mirë, po kjo nuk do të thotë se ata e kanë drejt. Sepse e drejta të dashur vëllezër dhe motra, është e drejtë edhe nëse askush se ka drejt. Dhe e gabuar është e gabuar edhe nëse të gjithë e kanë gabim. E vërteta është se bota sot ka nevojë më shumë se kur për ne që besojmë në kulturën e jetës dhe punojmë për të. Ka nevojë për ne që besojmë se një Zot atje lart na sheh dhe që besojmë në autoritetin e tij, i cili na tregon se çka është e drejtë, jo kur bota e ka drejt, por pikërisht atëherë kur bota e ka krejt, gabim. E paçim Zotin në ndihmë të gjitha përpjekjet tona për ndërtimin e kulturës së jetës.
E Zoti e bekov Shqipërinë, e Zoti i bekov shqiptarët.